Përshëndetje, hiri dhe paqja nga Zoti ynë dhe shpëtimtari Jezu Krishti, i vetmi dhe i vërteti Zot. Ai është Zoti i plot fuqishëm që u shfaqet të zgjedhurve të tij, Zoti që ndriçon dhe hap sytë e zemrës sonë, Zoti që ka një fjalë të gjallë, të përjetshme, të fuqishme dhe jashtëzakonisht të mprehet, Zoti që është vërtet Zot, sovran i gjithësisë dhe pafundësisht mëshirëplot për të gjithë ne, i mëshirshëm, i gjithdijshëm, Alfa, Omega, fillimi dhe fundi, Zoti që është bariu ynë, që është Zoti ynë, që është çlirimtari ynë, që është pajtimi për mëkatet tona, ai që është hardhia e vërtet, ylli i ndritshëm i mëngjesit, trëndafili i Sharonit. Kam shumë gjëra për të treguar për Jezusin, sepse ai më ka krijuar. Një njeri i ri, ai më mësoi përmes shpirtit të dua fjalën e tij, të jem mirënjohës për shpëtimin, të kuptoj misteret që kanë qenë të fshehura që nga kohët e përjetshme. Për këtë arsye janë këtu sot. Unë jam apostulli Michelangelo, nga kisha ungjillore Krishti i gjallë në Rio de Janeiro. Përshëndetja ime shkon për të gjithë ata në gjuhën e tyre origjinale, në idiomën e tyre. Për ata që Zoti i ka vendosur në globalën tonë. Grace Missions që tani po përparon në 54 vende, në 20 gjuhë të ndryshme, sepse Zoti ka nxitim. Ai dëshiron të shpëtojë të zgjedhurit e tij, të përzgjedhurit e tij, që janë në 4 anët e tokës. Për këtë arsye, ai thot: shkoni dhe predikoni ungjillin, kur gjithë plotësia e paganëve të ketë njohur, atëherë do të vi fundi. Shiko çfarë momenti po jetojmë që nga tani. Këto minuta në vijim mund t'jenë aq transformuese, sepse e di që nga ana tjetër ka njerëz që pyesin kush jam unë? Çfarë po bëj unë këtu në këtë torë? Çfarë mund të bëj për të përmirësuar gjërat në jetën time? Çfarë ka Zoti në Krishtin Jezus për mua? E di që ka shumë njerëz që kanë nevojë për përgjigje. Atëherë, le të flasim sot përmes frymës, përmes frymëzimit që vjen nga qielli, nëpërmjet frymës së shenjtë. Dua të flas për një pozicion shpirtëror, të çliruar nga dënimi drejt jetës në frymë. E di që shumë herë edhe ti e ndjer, ashtu siç ndihesha unë dikur, fajtor. Unë isha një fetar. Katolik romak, nuk kisha vizion shpirtëror, nuk kisha njohuri çliruese dhe ndihesha si skllav brenda kishës. Prandaj, ndihesha shpesh fajtor, sepse në mesh mësova të them fajimi më i madh për gjithçka, por në të vërtetë nuk kisha faj për asgjë. Në fund të fundit, kur prindrit e mi më sollën jetë, unë linda në mëkat. Asë nuk mund bëja asgjë për shpëtua veten. Adami i parë solli mëkatin dhe vdekjen. Adami i dytë, Jezusi, solli frymën dhe solli jetën. Kështu që shpesh ndihesha i lidhur pas të kaluarës. Dhe ka njerëz që janë në anën tjetër, të mbërthyer pas të kaluarës, duke jetuar me ndjesinë se Zoti është shumë i zgënjur prej teje. E di që shumë të krishterë gjithashtu jetojnë sikur ende të ishin të lidhur pas sistemit të vjetër ligjor judaik. Bën shumë përpjekje për të kënaqur Zotin, përpjekje personale, mbajnë shumë barr, paguajnë një çmim të madh për atë që Krishti tashmë e ka mbajtur, e ka paguar dhe e ka hequr nga jeta jonë. Atëherë, Shpirti i shenjtë thot sot për Rion, për Brazilin dhe për botën, asnjë nuk ka absolutisht asnjë lloj dënimi që të pres ty në këtë moment. Nëse je në Krishtin, Jezusin. Kjo nuk është një frazë e bukur. Kjo është një dënim i përjetshëm nga Zoti. Është një dekret nga një Zot që ka vendosur për gjithmonë. Të fshi gjithçka që ishte kundër nesh, gjithçka që na akuzonte. Hiri nuk na thret për t'i provuar diçka Perëndis. Na thret të prehemi në atë që Krishti ka bërë tashmë në kryqin e Kalvarit.
Hiri nuk të kërkon të provosh asgjë. Të kujton se gjithçka është vërtetuar tashmë në kryqin e Kalvarit. Kryqi i Kalvarit. Ishte ai që tha Gjoni 19:30. U krye, vlerësimi i konsumuar. Në atë çast, ai mori mbi veten dëshkimin, dhimbjen, dënimin, mëkatin, gjykimin përfundimtar. Smundjet velengata u gozhduan në kryqin e Kalvarit në mënyrë që ne, të vdekur për mëkatin, të mund të jetojmë për drejtësi përmes plagëve të tij. Ne u shlaruam. Kjo do të thotë hiri i Zotit, një besëlidhje për sosmërie, një aleancë e re që anuloi aleancën e vjetër, ligjin. Ligji nuk mundi të bënte atë që bëri Krishti dhe vetëm Krishti. Prandaj, po të cinë se sot buka e freskët, njohuria, zbulimi i Zotit do të vijë. Do të ndërpres lidhjen dhe fjala me fuqinë e saj të pagabueshme dhe të pamohueshme, do të depërtoj edhe në dëshirat e zemrës. Sepse aty vepron Zoki. Një njeri mund të bëj plane, por përgjigja e duhur nga buzët vjen nga Zoti. Ka shtigje që i duken të drejta njeriut, por në fundit ato të çojnë në vdekje. Pastaj vjen me dashuri, butësia, frima e Zotit. Aleluja! Dhe ai u thot të zgjedhurve të tij që janë të shpërndarë në të gjithë botën tani, sepse nuk ka dënim për ata që janë në Krishtin. Jezusi. Oh, falenderoj Perëndin, thuj, falenderoj Perëndin, pa dënim, sepse ligji i frymës së jetës në Krishtin Jezus ju ka çliruar nga ligji, nga mëkati dhe nga vdekja. Sepse ligji ishte i pafuqishëm në atë që do psohej nga mishi. Këtë e bëri Zoti duke e dërguar birin e tij në ngjashmëri me mishin mëkatar dhe për shkak të mëkatit. Dhe në të vërtetë Zoti e dënoi mëkatin në mish. Qoftë i lavdëruar Zoti. Ligji ishte i përsosur, por ai varej, dhe kështu thot fjala. Por ai varej nga një njeri i papërsosur. Asnjëherë askush nuk ka mundur të përmbush 613 urdhërimet e ligjit hebre, as 10 urdhërimet. Asnjëherë askush nuk ka qenë zbatues i atyre undërimeve, të gjitha. Po të them se edhe Jezusi, sa i përket të shtunës, tha, e shtuna u bë për njeriun, unë nuk u bëra për të shtunën. Prandaj, për shumë vite, pa njohurinë e Zotit, ne jetonim në hijet e të mirave që do të vinin. Nuk jetonim në thelbin, ishte vetëm një hije. Prandaj, thot fjala, ajo u bë smur, ligji u bë smur për shkak të mishit. Mishi është i paaft të prodhojë drejtësi. Ligji kërkonte shumë, ishin 613 urdhërime, por Krishti i përmbushi të gjitha. Fundi i ligjit është Krishti. Ai tha, unë nuk erdha për ta shfuqizua, por erdha për ta përforcua. Ai e përmbushi ligjin. Gjithçka që kërkonte ligji, Krishti e pagoi. Nuk ka më asnjë dënim, nuk ka më asnjë bonjë. Ligji tregonte gabumin. Shpirti që mëkaton, ai do të dves, thoshte ligji. Krishti erdhi dhe e shkatroi fuqinë e mëkatit. Ai u bë mëkat në vendin tim dhe në vendin tënd. Kryqi i Krishtit. Vdekja në kryq nuk erdhi për të rregulluar ligjin. Ajo e përmbylli ligjin përfundimisht për të hapur një rrugë të re shprese drejt hirit. Ne jemi në një beslidhje të re në hirinë e Perëndisë. Atëherë Perëndia dërgoi birin e tij për të përmbushur atë që mishi kurrë nuk do të mund ta përmbushte. Kjo është çlirim. Kjo është hiri i Perëndisë. Tani ti e di kush je, çfarë po bën në këtë tokë, çfarë ka Perëndia për ty, çfarë mund të përmirësosh në jetë, cila është vizioni, ajo bot kuptim që Bibla sjell në shpirtin dhe frymën tonë. Ajo që mishi kurrë nuk arriti, Krishti e zgjidhi një herë e përgjithmonë në kryqin e Kalvarit. Pra, hiri është porta e lirisë. Prandaj, në librin e Galatasve, në kapitullin numër 5, ka një shprehje që më prek zemrën, më shtyn të lartësoj, të lavdëroj, të bekoj mbretin, Zotin.
Shiko si ju drejtua Pali kishës paganëve, të quajtur Galatas, atyre që, si ne, nuk kanë dhe as kemi gjak të Izraelit fizikisht në venat tona. Bibla thot se ne quheshim pagan nga ata që kishin xhelozin ndaj nesh. Po fal Zotit që ne nuk jemi tillë. Që nga momenti kur Krishti hyri në jetën tonë, ne nuk jemi më pagan. U bëm bashkëtrashëgimtar me Krishtin, trashëgimtar me besimtarin Abraham, me të njëjtat privilegje dhe përfitime si senitët. Ne kemi të drejtë të ham në qadrën e semt. Kështu thot libri Zanafillës. Pra, ne jemi pasardhës të Jafetit, paganët e paracaktuar për shpëtim. Ashtu si që ekziston një fare Kanaanit ose e Hamit, fara e humbjes, që kur nuk do të shpëtohen, janë vendosur për humbje. Por ekzistojnë të zgjedhurit, të përzgjedhurit, sepse sipas kombit, ata që shpëtohen si komb janë populli hebreu. Por neve na është dënë të ham në qadrën e semit, me të njëjtat të drejta, prandaj jemi bashkëtrashëgimtar me Krishtin. Prandaj, ne jemi trashëgimtar bashkë me besimtarin Abraham. Dhe letra drejtuar Galatasve ka një shprehje, do ta them, do të ndryshoj jetën. Do të ndryshoj jetën. Shiko çfarë tha Pali. Për lirin na çliroi Krishti. Po e dëgjon shpirtin duke fonër. Për lirim ishte që Krishti na çliroi. Qëndroni pra të palëkundur dhe mos ju nënshtroni më një zgjedhje skllavërie. Ishte për lirin që Krishti na çlinoi. Krishti vetëm ai është çlirimtar. Unë jam vepra e tij në kryqin e Kalvarit. Ai vdiq vdekjen time, ai vdiq vdekjen tënde. Ai vdiq në vendin ton, ai vdiq për me. Ai u bind, ai përmbushi gjithë ligjin, gjithçka u përmbush, ai përmbushi qëllimin e ligjit, tha ai. Ame, për romakët është Krishti, fundi i ligjit është Krishti. Pra, liria nga ungjilli. Ndoshta disa njerëz do të thonë, po nëse ka të bëjë me lirin, a do të thotë kjo se kam leje të mëkatoj? O Zot, pse e the këtë? Pse e menduat këtë? Leje për të mëkatuar. Po e them sërish, asnjëherë në 46 vjet e gjysmë si pastor, askush nuk më ka kërkuar, apostull, ka marrë këtu të kërkoj leje për të mëkatuar. Mëkaton ai që ka prirje për të mëkatuar, mëkaton. Ai që nuk ka farën e Perëndis, mëkaton me vetdije, ai që nuk ka frikë nga Zoti. Sigurisht që të gjithë mëkatojmë, të gjithë jemi njerëz, jemi të dobët, por të jetosh qëllimisht në mëkat, jetojnë bitë e djallit, jo bitë e Zotit. Pra, liria e ungjillit nuk është leje për të mëkatuar, është çlirim nga zgjedha që në të vërtet kur nuk kemi mundur ta mbajmë. Krishti na nxori nga burgu, nga zgjedha e ligjit, judaizmit, nga faji. Ai na ka çliruar nga sundimi i ligjit, nga ritet, ceremonit, pagesat, çmimi, agjërimi, vigjiljet, pagëzimet e pandërplera. Sakrificat mbizotruese që janë në mendjen e shumicës së predikuesve, të cilat i bëjnë njerëzit të jetojnë si sklever. Pali tha, ishte për lirin që Krishti çliroi. Tinëzisht, armiku vjen dhe të ngarkon me faj dhe të sjell mendime të çuditshme. Mos harro që armiku, tha Pali, shndërrohet në engjëll drite dhe që edhe shërbëtorët e tij janë të tillë. Persiras. Krishtin e nxori nga burgu i frejt. Sepse unë agjerova pak. Sepse nuk shkova pas televizor. Sepse lyva flokata. Sepse shkova në plazh. I dashur, këto rite, ceremoni, sakrifica, të gjitha këto janë një zgjedhje skllavërie. Fajtor që populli i Zotit nuk jeton plotësinë e Perëndis, janë predikuesit e gabuar që shpallin një Zot ligjorist, një Zot me bazën besëllidhjen u vjetër. Zoti na ka çliruar nga sundimi i ligjit. Ai na ka dhënë të drejtën të jetojmë liri. Ishte për lirin. Ishte për lirin. Ishte për lirin që Krishti na çliroi. Është këtu. Është këtu. Unë e provoj. Është në Biblën e Shit.
A i tha, ishte për lirin që Krishti na çliroi. Qëndronit pa lëkundur, mos ju nënshtroni më një zjedhe skllavërie. Shërbesa ime ka mbi 30 vjet predikim. Sa mira njerëz në Rio, në Brazil dhe në botë janë çliruar nëpërmjet të vërtetës, nëpërmjet hirit të Zotit, a u liruan nga burgjet e faik, a u dha atyre drejta për të jetuar në liri shpirtërore? Pra, bindje? Çfarë thot fjala? Prandaj, tani nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin, Jezusi. Dënimi i përket të kaluarës, liria i përket jetës sonë në Krishtin. Pra, i dashuri im, mos prano të jetosh si sklav. Ka shumë njerëz që janë sklevër të udhëheqësve që qëndrojnë në altar. Ti nuk jeni sklav. Krishti tashmë e ka shkatruar skllavërinë. Ishte për lirin që Krishti na çliroi. Sigurisht, kur ai flet për liri, nuk është për një jetë shfrenuar. Ai nuk e tha këtë. Ne, besimtarët e hirit Zotit, as që na shkon mendje të dëshirojmë një jetë të shfrenuar. Ishte për lirin që Krishti na çliroi. Ai, në kryqin e Kalvarit, na çliroi nga Mojsiu, nga urdhërimet e njerëzve, nga kotësitë. Kotësitë e holla, doktrinat mishore, dënimet. Zoti thot, unë kam çliruar nga gjithë ata. Liria është adresa jone e re shpirtërore. Krishti nuk na nxori nga bordu. Kur hym në një kish, ose kur dëgjojmë një predikues të vërtet, për të vazhduar më pas të jetojmë si të dënuar brenda kishave. Shumica të krishterëve jetojnë të dënuar brenda kishave, ashtu siç kam jetuar edhe unë, 21 vjet, duke rrahur gjoksin në mesh, duke thënë faji im më i madh, faji im më i madh. Armiku donte që unë të ndihesha fajtor, i burgosur, sklav, por erdhi Krishti dhe më çliroi. Pra jeta shpirtërore, e përkushtuar, e fokusuar, është pikërisht ajo që Zoti ka për jetën tënde. Kjo është ajo që i jep kuptim jetës. Është një mënyrë e re për të jetuar. Dhe 2 Korintasve 3:6, fjala e Zotit thot: ai na bëri të aftë të jemi shërbëtor të një beslidhjeje të re. Zoti nuk na ka bërë të aftë që të jemi legalist, sklavopronar, duke sunduar mbi delet. Zoti nuk na ka thirrë. Pastori duhet të jetë shembull për kishën, për të mësuar. Çfarë pritet nga një predikues që mëson, që nuk sundon, që nuk është i kapur nga lakmia? Kjo është shërbesa e Zotit. Ai na ka bërë të aftë të jemi shërbëtor të një beselidhje të re. Unë nuk kam të bëj fare me Mojsiun, me ritet, ceremonitë, pagimin e çmimit, pagëzimet. Shikoni, të dashur, ne kemi njerëz në shërbesën tonë. Faleminderit, kemi një burr që ishte pagëzuar 18 herë përpara se të vinte tek ne në shërbesën tonë. 18 herë. Kemi njerëz që janë pagëzuar 3, 4, 5 herë, sepse mendonin se uji i pagëzimit, që është thjesht një ceremoni, një rit hebraik, nuk ka asnjë lidhje me ne, mund të transformonte. Hyn një mëkatar i thatë dhe dal një i shpëtuar i lagur. Nuk ekziston një gjë e tillë. Perëndia na ka bërë të aftë të jemi shërbëtor të një beslidhjeje të re, jashtë shkronjës. O të frymës, sepse shkronja vret, ndërsa fryma jep jetë. Shkronja vret, ligji vret. Ligji vret, shkronja vret, por fryma jep jetë. Çfarë është shkronja, Apostoll Michelangelo? Është një sistem legalist që sjell peshë, lodhje, skllavëri dhe vdekje shpirtërore. Fryma e Perëndis sjell jetë, pushim, kuptim dhe transformim. Jeta krishtere nuk është një përpjekje njerëzore për të përmirësuar çdo ditë. Është një vepër hinore që buron nga brenda jashtë. Hiri nuk të kërkon që të bëhesh i fortë. Ai të bën të fortë. Dorëzoja jetën tënde Perëndis, beso tek ai, thuaje me gojën tënde kudo që t'jesh. Ky është momenti më i mirë i jetës tënde. Është momenti më i mirë, është momenti do të jetë kufiri yt, borderline i jetës tënde. Dorëzoja jetën tënde Jezusit. Dorëzoje, beso në hirin e mrekullueshëm, në hirin e mrekullueshëm të Perëndis. Thuaje me gojën tënde: Jezus, ti je Zoti.
ti ke vdekur për mua, ti ke paguar çmimin e borxhit tim, ti më ke larë nga mëkatet, ti më ke shenjtëruar me shpirtin, ti je Zoti im. Dhe Bibla thot, do shpëtosh. Çfarë do të thotë të jesh i shpëtuar? Të jesh i shpëtuar do të thotë të jesh i lirë, do të thotë të jesh i shëruar, do të thotë të jesh i transformuar, soteria, i shpëtuar, i liruar, mbaroj skllavëria mëngjillore e krishterë në jetën tënde, vlla katolik, vlla protestant, mbaroj. Sa po dëgjove Zotin thot, nuk është për skllavëri, është për liri shpirtërore. Pra, sot është e diel, ti tashmë ke thënë, Jezusi është Zoti im, dhe tani do të doja të inkurajoja të marrësh vendimin e dytë. E rëndësishme është t'jesh në kishën Krishti i gjallë. Nuk vlen të thuash, jo, pranë shtëpisë sime nuk ka diçka të tillë. Unë ndjehem mirë kudo, të gjitha rrugët të çojnë në Romë. Nëse kisha nuk ka përgjigje për jetën tënde, largohu nga aty ku je. Dhe shko në një kishë që ka përgjigje për jetën tënde, që do të japë kuptim jetës sate. Tu te Krishti i gjallë sot në orën 9 të mëngjesit, në orën 5 të pasdites, në rrugën Marica 320, në lagjen Campinio, në zonën perëndimore të Rio de Janeiro's. Nëse je në një vend tjetër, ne kemi shërbesat tona. Në orën 9 të mëngjesit, sipas orës së Brazilit, dhe në orën 5 të pasdites. Mundesh edhe përmes rrjeteve sociale të ndjekësh kurset tona, ti je antar i kishës edhe nga larg. Bëhu pjesë e këtij shërbimi, eja te Krishti i gjallë, eja të dëgjosh, të marrësh hirin e Zotit, sepse kjo është një beslidhje për sosmërie. Do të rritesh në hir, në njohurinë e Zotit. 9 të mëngjesit, 5 të pasdites. Ti që je në Rio de Janeiro, dua ta përfundoj këtë moment duke të thënë se do të kemi një Krishtlindje, një Krishtlindje jashtëzakonshme, një kantat, një festë e madhe shpirtërore. Më 28 dhjetor dhe kalimi i vitit më 31 për në datën 1, natën e vitit të ri me Jezusin të Krishti i gjallë. Eja t'jesh me ne. Eja t'jetosh të vërtetën, eja t'gjesh kuptimin e jetës, eja t'jesh i lirë, eja t'njohësh beslidhjen e re që të çliron dhe transformon. Mos haroni, ishte për lirin që Krishtit ka çliruar. Mos u bëj sklav, je i lirë. Amin. Zot, amin. Si që thonë në gjuhën e shenjave, amin, amin dhe amin. Falenderoj Zotin për njerëzit e kishës. Krishti jeton, i cili na ndihmon, i cili investon në misionet globale të hirit, në shpalljen e ungjillit. Falenderoj shokët e mi të studios dhe televizionit së bashku. Duke u kujdesur për shpalljen e fjalës, falenderoj Rodrigo Ambrosio dhe Fabiana Ambrosio nga Turbomil, Villa Emil, një rrjet tregjesh i dashur që ka karakteristikat e një tregu të nivelit të lartë. Sikur të ishte tregu i Shteteve të Bashkuara, ti ke më të mirën në këtë kompani, Turbomil. Faleminderit Zotit për këto jetë mrekullueshme. Për vëllezërit tanë të dashur, Renato Villarinho, Claudio Riches, fama juaj, familje dashur, kompania juaj Zinzane, një kompani që ndihmon, jep mbështetje për shpalljen e ungjillit në botë. Zoti qofti lavdëruar për ata shokë udhëtimi që Zoti i ka vendosur në apostollatin tim, që së bashku të bëjmë që mbretëria të përparoj, thjarat përhapet dhe jetët shpëtohen e trikthehen. Miru bë, faleminderit, Zoti ju bekoft gjithë nderimi. Gjithë lavdërimi dhe gjithë lavdia. Ky muaj vjetor do të jetë një muaj jashtëzakonisht i fuqishëm. Do të jetë një muaj kurorëzimi. Kjo është fjala që Zoti ka vendosur në zemrën time. Kurorëzim. Do ta shohim Zotin duke kurorëzuar gjithçka që ai ka premtuar gjatë vitit 2025 në emër të Jezusit. Gjithë mirat për gjithë. Profetizoj shërim, profetizoj mrekulli, çlirim, transformime, jetë të fuqishme, të qëndrueshme dhe të lira. Për lavdinë e Zotit, për shëndetet e mia të përzemërta për Rio de Janeiro, Brazilin dhe për gjithë botën. Hir dhe taqe.